Omari, Genti dhe Gëzimi janë 3 të rinj të suksesshëm në skenën e kickboksit vendor dhe ndërkombëtar. Të 3 u kthyen me medalje nga Kupa Botërore e mbajtur në Antalya të Turqisë, duke dëshmuar nivelin e përgatitjes dhe përkushtimit të tyre. Në këtë garë, së bashku me kickboksierë të tjerë nga Kosova, ata arritën të fitojnë 6 medalje në total, 2 të argjendta dhe 4 të bronzta. Njërën nga medaljet e argjendta e fitoi kickboksieri Gent Hyseni, i cili thekson se suksesi i tyre në arenën ndërkombëtare është rezultati i punës së palodhur, pavarësisht mungesës së kushteve adekuate për stërvitje. Kora e fundit që e kam zhvillu ka qenë në Turqi, ku është mbajt Kupa Botërore e Turqisë. Këtë kam marrë pjesë në kategori minus 70 kg junior, edhe kam fitu medaljen e argjend vendin e dytë. Ndallimi mes shtetit tonë dhe shteteve tjera është se shtetet tjera kanë kushte pak ma shumë se na, po unë që me veçu se këtë garus të Kosovës që kena qenë, kena ushtru klubet tona, kena zhvillu ushtrime çdo ditë edhe besoj që kjo në ka qua edhe që me poste dhe sukses në kohën e fundit. A i shton se imazhi i kickboksierëve kosovar sot shihet si kundërshtar i denj. Unë jam garus, e përfaqësoj Kosovën që pe vitit 2024, jam edhe një i ri për që kom po për internet edhe vitet e kalume, ka qenë që shtetet tjera nuk e kanë morë shumë seriozisht një garus Kosovës, për tash me thonë që kur një shtet i huj, ka gora me një garus shtetit Kosovës, edhe për ta është një sfidë këgja e modhe, për arsye se na që 3-4 garat e fundit kena paraqit sukses shumë. Për të arritur këtë nivel, të rinjt si Genti, Omari dhe Gëzimi heqin dorë nga shumë gjëra që i karakterizojnë zakonisht moshatarët e tyre, si daljet dhe koha e lirë. Fokusi i tyre i vetëm mbetet përgatitja për meqet që zhvillojnë brenda dhe jashtë vendit. Me garu në vend, normal edhe aty është pak emocione se vinë shikojnë prindrit, familjarët, shokët, po emocionet më të mëdha janë jashtë, se kur jetoj përfaqësu vendin, në Kosovën, është një ndjenjë pak më ndryshe se ki një borë më të madhe, me thonë, për me përfaqësu Kosovën në njërën më të mirë. Se cili që jenë në sportin e kickboksit dhe të me marë parasysh që dhe me pas mi largu shoqnin dhe mi pas dhe se në pak ma strikt se sportistat të me thonë se dikush që nuk bënë sport e eqë, për mu përgatit si që kështë, me thonë para meqit, dikun javën e pare kena vesh dhe më mundu me qëtësu vetën, emocionalisht edhe adin fizikisht mësë më përgatit, ishme bu shumë. Kosova mori pjesë në Kupën Botërore në Turqi me gjithsej 10 kickboksierë. Pavarësisht mbështetjes minimale, ata po arrin rezultate të shkëlqyera, thot kryetari i Federatës së Kickboksit të Kosovës, Fatmir Makolli. Kanë qenë të pranishme 43 shtete kanë marrë pjesë, ku mase 2700 garus kanë qenë pjesëmarrës, ku përfaqësuesja jonë e Kosovës e kickboksit ka marrë pjesë me 10 garus, dhe prej 10 garusve kemi arriti të fitojmë edhe 6 medalje. 5 djemë dhe një vajzë kanë fitu medalje, ku besoj që këta garus tonë, sportistat tonë e kanë dhonë maksimumin dhe jenë përkushtuar tamam që shdohet një sportisti për të arritur sukses dhe për të ngritur shtetin tonë sa ma lartë në pjedestalin më të madh që është në këto gara. Dhe dihet që sportisti është prezentuesi më i mirë në shtetit, besoj. Si federate nuk kena asnjë sponsor, nuk kena që na ndihmon, po na sponsorin vetëm e kena Ministrinë e Sportit, e cila na mbështet dhe i nënshkruajmë memorandumet në fillim vitit dhe besoj që në këtë vit i kena pas pak kushtet më të mira dhe sportistat tonë nuk kanë qenë kurrë nuk kanë qenë në përgatitje, dihet që pa qenë përgatitur në kësi gare në Kupën Botërore nuk mundesh edhe me bo sukses, po këta kanë ushtuar për klubet e veta me trajnerat e vetë dhe i falenderoj edhe një herë edhe trajnerat e vetë dhe punën e tyre që kanë bërë për klubet e veta dhe dihet edhe po shihen edhe sukseset.
Një nga medaljet e bronzta e fitoi kickboksieri Gëzim Morina, i cili po përgatitet me intensitet për garat e ardhshme, me synim për rezultate edhe më të mëdha. Arritet e mia në këtë kampionat kanë qenë medalja bronzë, vendi i tretë. Po ashtu në mira me sportin e kickboksit që një kohë gjatë, po ashtu synoj dhe ta përfaqësoj më mirë Kosovën në këto gara që do vinë tani, të cilat do më bëhen në nëntor të këtij viti, kampionati botëror po ashtu, në të cilën synoj që ta kemi një medalje të artë. Kushtet tek ne shkoku të sponsorizimit nuk janë dhe aq të mira, po dua ta falenderoj kryetarin e federatës Fatmir Makulli, i cili nuk kurthehet asnjëherë për sportistat dhe na ndihmon shumë. Po ashtu në këtë kampionat kam bërë një përvojë të mirë, si senior ka qenë duhet një përgatitje e mirë dhe konkurenca ka qenë e fortë. Po ashtu jam përgatitur shumë për gara tjera. Të tre këta të rinj shprehin dëshirën për ta vazhduar karrierën në këtë sport, por njëkohësisht kërkojnë mbështetje nga institucionet për përballjen e shpenzimeve të larta që kërkon kickboksi.